disa njerëz? Po, une me parafalësit e mi, dhe më thonë, pajtoj, po jo gjithmonë që është dhe më thonë shkak edhe vërfnia, se nuk është njeri i varfun, kur ka mundësi sot 1.800 euro mi ble një revull. Ai nuk është i varfun. Edhe kur nuk ka qka hanes, qka pines, qka vesh, ai nuk vlen arme. Shumë vërtet. Mirë po, pa dituria, mos frikë respektin ndaj Zotit, që në shumicën e rasteve kur në dëgjojmë që ndodhin këso rastesh, e dim që as baba e as ky personi numër të vetë si kanë gravitu e gjamit. I bajnë që ta emra shemull për i bëj që i takojmë fejës islame, Ka njerë edhe si takojnë. faktikisht nuk i takon as një feje, se po të ishte edhe katolik, s'prish punë, më pështetet dikujt. Po. Mirë po, ai nuk është as musliman, as është katolik, edhe para se gjithash nuk është edhe njeri. Sepse njeriu do të ashmon tjetrin, do të respekton tjetrin, do të nderon tjetrin. Më kujtohet njerë, kur ka zbrit Kurani, i ka thonë një Badherri, i ka thonë Bilalit. Bilali ka qenë zeshkan, apo kësi pra i racës së zezë, e i ka thonë i birit zezës. Po ta shprehi kështu tek ne, x raste kur i thonë dikuj, ma gjo